Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Duke qenë se ju pëlqeu shumë videot duke provuar ëmbëlsirat në formë fruti dhe thatë që doni më shumë video kështu si tip challenge ose duke provuar gjëra të ndryshme. Kështu që ne sot vendosëm të marrim diçka që mua më pëlqen shumë në fakt. Kam provuar nga ky dyqan që sapo është dyqan që është vetëm delivery, që është hapur këtu në Shkodër. Thash me Elin të provojmë disa gjëra që nuk e dim se çka ka, domethënë se folëm në telefon dhe i tham vendosi çfarë doni sepse duam të bëjmë një video të provojmë gjëra të reja, kështu që këtu kemi disa gjëra që nuk i kemi provuar. Dhe do t'i provojmë dhe do ndaj mendimin ton me ju dhe shoqyrojmë në fund që u hap një vend që të ketë sushi delivery çdo ditë këtu në Shkodër. Dhe janë deri në 12 natës, a? Më që porositin para 3-4 ditë që 11:30. Po. Edhe ti u habite. Në fakt unë marr gjithmonë crispy. Pra e di shije në crispy, gjithsesi do ja u tregoj dhe do ju them dhe juve. Kurse tjerat çfarë kemi këtu? nuk i kam provuar, po. Këtu kemi një kakalic tempura. Pastaj kështu. Pastaj kemi springrosa. Sa të mirë duken. Dhe kemi këtu që kjo nuk e di se qa është, por pas ka djath. Sipër. Është djath. Po, më duket se është djath. Dhe Eli nuk e ha, pas ka spec djeks. Edhe e hapni, po. Çfarë është brenda nuk e di, po duket shumë super. Ka dhe menuja. Ta dini që shërbejnë çdo ditë, orarin, Po pra, pak a tani shumë. nuk e di se kur e fillojnë, po Okej. që është ditën aftoba. Sa friketi, nejse se së gjë. Këtu është se kanë vetëm sushi, nuk është se kanë bullali që tjetër, më vetëm ushqime aziatike. Po. Se kanë edhe këto ramen, këto noodlesat. Unë nuk është se i preferoj shumë këto, me thënë drejtën. Ramen kam ngrenë vetëm një herë në Singapur dhe kisha frikë se do më vendosin dhe ramen Kylie. Nuk e di, se kjo që s'ka jo, shikot e ti. Jo, më duket ka vetëm sushi, kështu që të Po, fillojmë. sushi to kemi pëlqejnë, po vetëm ato të pjekura më pëlqejnë. Të nxjerr edhe këto që kemi këtu. Po. Pra, këtu kemi Një sushi crispy që janë të pjekura, por sipër ka dhe salmon kështu Edhe karkaleca. crudo, ka dhe karkaleca sipër. O zot, kjo është e preferuara, në fakt vetëm këtë kam provuar, asnjë gjë tjetër s'kam provuar nga këto tjerat, kështu që këtë e di që e adhuroj, më pëlqen shumë. Kemi tjetër këtu, o zot, duket kaq të mira, Shumë mirë duket kjo. Uroj të jenë dhe në shije këtu tjerat, aq të mira sa janë këto, sepse ju thash është herë e parë dhe që po i provojmë dhe uroj mos më zhgënjej, sepse po thuaj se sa herë mund të kemi marrë nga kjo. Është shumë herë. Nuk i dihet Ja, sa herë. Dhe më çudit fakti që janë shumë të shpejt. Pra, më teket për sushi mua kur jam të puna që s'kam kohë të vi në shtëpi, e porosis dhe brenda gjysore më ka ardhur porosia dhe më ka bërë shumë çudi. Se zakonisht tu kemi presim me orë të tëra, kështu që dhe kjo këtu. Kjo nuk e di se qa është, kjo duhet Asgjë nuk e di se ç'a është përveç kësaj, kështu që fillojmë. Kjo është me ton një më duket, apo jo? Nuk e Po di. më duket sikur është me ton. Ja të shohim. Të nxjerrim gjitha. Ka kamë? Tu kemi salsa, Atë e kemi. soja. Ato salsat e kemi. Këtë jam dhe. A, po i kemi. Pra kemi këtu Kjo janë shumë salsat e mia të vendosur, preferuara këto. Disa. Janë soja. majonezë pikante më duket. Kemi dhe wasabi, në të cilën ju e dini që nuk e ha fare. Nuk. Japim mirë? Ne i hapim gjitha. Dhe shkoa që të provojmë. Dua dhënë ato shkupim. Nuk e di sa vite duhet të kalojnë, nuk e di që të mësoj unë të ha si duhet me shkopim. Me të drejtën. Por gjithmonë mundohem, asnjëherë nuk përdor pyro. Dhe pse këto mund bjen e leti që duan. Ua, nuk porositëm sweet chili. Nuk kanë sweet chili. Kemi ne, Ja, që ke. e kam të nena. Hajde, është ka gjë. A filloj me këto? A filloj me këto që e dim si është shia? Po e di se si është shia, sa do të filloj me gjëra që nuk e di. Hajde me filloj me këtë. I dua me soja. Ja, asë nuk s'di me angërma me këta që rësnikësat. Okej. Atëra shumë.
Okej, unë e di shjen në kësaj, po Kjo 10 që është, shumë e mirë. not. 10. Kjo është e preferuara jonë. Në kam thënë Elit, më në fund, u hap një vend që bën sushi të mira këtu në Shkodër. Dhe i kam thënë banë me që tash, i e kalon dhe Tiranës, Po, për mendimin tim. edhe ky si me Holton kam provuar, ka pëlqyer shumë. Me çfarë të vazhdojmë? Provojmë këto? Vetëm një sekondë se dua. Jam shumë kurioze. Provojmë. Valim kjo në liko. Janë shumë të mëdha, më O Eli, tani dhe ti fillon shumë brapsh, fillove nga sushi tani thua spring rolls. Shiko, unë filloj me këto që më pëlqejnë shumë sy, si me thënë. Hajde. Sa kështu, përkallën të qënë ka njërë. Eli është super, orkizon. Nuk njerën fare vajnë. Ka shumë të mira. Këto me sui qili do ishin edhe më të mira. Kjo është shumë e mirë, për tonë shkoj të marrësh sui qili. A e lare Shumë e Eli. mirë. Nuk shkon me majonez kjo. Këto ishin shumë mirë. Eli nuk ka ta përkiko. O mua më ka marrë uria. O kjo është spring rolls më e mirë që kam ngrënë ndonjëherë. Nuk e di a e dalloni, nuk ka fare. Nuk e di se si kanë pjekur, po nuk e ndjen fare vajin, se në shumicën e rasteve që ha spring rolls e ndjej pak vajin. Më pëlqen më shumë se ato që kam provuar në një vend asiatik fix në kemi qenë në Praga me Donin. Po kam mbetur shumë pak dhe nuk e di sa e mirë është. Largoj se mos ja prishim fare shumë. E lëm do prapë kjo. Po ngopesh me këto. Ka shumë pëlqevi. Shumë orkizome. A është e mirë këto? Është djegse. Vetëm ta dish është shumë djegse. Janë super të mira. Me këto është shumë e mirë. Tepër e Me këto mirë. është më e mirë se me këto. Normal. Ku ke parti spring rolls ti jashtë me majonez? Të janë si tip byrek, po me perime brenda. Po Eli, spring rolls. Okej, deri tani. Crispin ju tham e kemi provuar, na pëlqen 10 normal, po ju betohem, orkizo mos të thoro se kujton se Të beto. besoj për zoten. Janë më të mirat që kam ngrënë ndonjëherë spring rollsat. 9 i vendos. Mos i marr mësysh edhe në s'na pëlqen tjerë. 9 i vendos. 10. Tani, që po merë? Këtë. Ka lekë të tempura. Po këtë e dua me kështu majonez. Mbrapshe mbajta unë tani. Këto janë shumë të mira. Keni pa njeri që i mban më kish shkopin se unë. Futja me dorë dhe me shkopej. Nuk thua shqyqyr që s'po mbien. Si rrallë herë. Super e mirë. Shumë e mirë. Qeve, 10 pëlqej shumë. është herë e parë që po provoj diçka dhe të treja rresht më pëlqeni vendos 10. Tani këtë Dukem provojmë. shumë kështu po. Tani këtë provojmë. Shiko, provo ti këtë dhe më thoya është me djathë ajo. Që mua... Që kjo djathë është, e? 100% e sigurt. Ta provoj unë. Pa. Qa është kjo e majtur, me si fiksove. Po, fillon bie tani. O Eli, apo merr një pyro më mirë. Shpejt. Ka shumë pëlqen kjo soja. Më duket se shton. Me ti nuk e hatoni. Djeg shumë. Djeg shumë? Kjo është për Donin. Nejse, ti nuk e se të pëlqen këto që djegun. Ha, me ma se zvret, Është shumë e mirë. por... Në fillim pëlqeu shumë, sepse unë ha peshkun ton. Ti Po nuk e ha. shumë djegse. Po shumë djegse. O, ka që djegse? Te duhet ta hante Doni, duhet kishim Donin këtu. Me qera Pra, fjalat që ti- Doni dhe Agilo nuk janë këtu, janë Korfuz. Unë do të provoj këtë, po do t'i heq këtë kremin. Djathit e dim, se djathit nuk e do. Se është... Ku ta lëm tani këtë, po e lë këtu. Na kjo s'do provosh domethënë se ka E djathit. harroje. Kisha shumë qejf ta provoja se me që djeg, po ka të kështu që... Është pikante. Apo se na nxorri. Mam, kjo ku mus këte forma. Ohoho, më ra në Po pra. soja. Si jena më nik për këtë sport më. Po mirë? Mua që shive mu shpërnda. Shumë e mirë. Mua mu shpërnda.
Është me salmon të timosur, salmon crudo. Apo e ha? Unë e ha besoj. E po merr tjetër. Super e mirë. Këtë se provon do ti, po i vendos një 8, domethënë si shi është shumë e mirë, por djeg dhe unë kur djeg diçka shumë akoma e kam aty. Nuk e do ti, ja? Mam, kjo s'kapet me mam. Ti ishte doni domethënë. Unë vdes për këto të kuqet, vezët e peshkut, vezë peshkut nuk quhen këto. Është më mirë. Kjo është më mirë. Shumë e mirë. Vezë peshku nuk janë. Nuk e di që quhen, po shumë e mirë kjo. Jep një freskia, që di unë. Po, se kjo është crudo, kjo nuk i ka të pjekura. Shumë mirë se kjo. E ke provuar në njërë tita? Jo, unë vetëm ata kam provuar nga gjitha këtu. Ku morë të ditë? Jo, morëm 2 si ajo, mori gysi dhe 2 lloje tjera që si kemi këtu, po unë kam gren ata dhe s'kam provuar në kjo njëri që shumë e mirë djetë për mua. Se në fakt, e di si është puna, mua më pëlqejnë shumë, ose më pëlqejnë hiq. Po. Unë nuk pëlqevi. Në fakt, Eli më përpara nuk hante fare sushi, mban mend. Që kemi vajt edhe në all you can eat edhe të zdiqan haje. Haje ato që ishin me mish pule. Bravo. Unë ato haje. Po. Edhe që ishin me të pjekur, po. Nuk e di, kur ke filluar ti të haje sushi? Vonë. Kur kemi shkuar të retre? Jo, më përpara. Kur... Kemi ngrenë të Rozafa, kemi ngrenë. Po. Kur fillove të pëlqejnë sushit? Që kur fillove gysit porosiste në shtëpi, më duket? Më duket se po. Nese. Po. Po gjithsesi, asnjëherë nuk i hajet pa pjekura. Jo. Gjithmonë i dohet pjekura, është e parë që të pëlqej ka një pa pjekur. Përzollen po. Përveç se kremi djath, se Eli e dini që djathi nuk e do fare, kështu që ja hoqi. Kështu që... Edhe për mua kjo është shumë e mirë. Kjo dhe kjo crispy më të mira për mua. Kjo tani spring rolls dhe këto? Po me këto, nga sushit. Nga sushit. Po kjo tani me qa është? Kjo tani nuk e di, po ka Sot muaja i bëjnë veç mërë zot. Të ngopesh. Nuk e di se qa ngopesh. Po të shofim. Eshte kjo kishte edhe krem djathit. Po. Kështu që është me... Më duket se salmon ka brenda. Ja provoj njërë ti. Ha, është e mirë. E vëllë kështë poshtë të pjash. Majoneze ke zhytë. Super e mirë dhe kjo. Më thash kjo? Atëherë, brenda ka salmon, avokado, edhe është pjekur nga jashtë, krem djathi, edhe kjo, nuk e di, kjo jep shumë shije, kjo gjeja e embël, sipër, nuk e di qa është, balsamiko e embël. Mua nuk është në qmani kjo. Me të ndrejte. Ndoshta mua më pëlqejnë shumë sushit e pjekura dhe prandaj kalo pak preferuarën. Oli, po këtë temblën e ka dhe kjo, moj. Mos me ta mëna? Kjo është e preferuar Ishte me ton kjo. Jo, me salmon. E ti se s'para do salmonin. Mua ty më pëlqevi këto. Te ajo që ishte... Po, që ishte mba pjekur më pëlqevi, kurse te... Kjo si kur su qmena. Jo se me thënë sa e keqë, s'munda me hangër po nuk është se isha me i fanse. Ka shka ndihen. Crispy për mua mbetet e preferuara. Pasaj këto ishin nuk e di, pa fjalë. Kjo bën kratë, jo futam. Ti nuk bënin ato? Bënin, po me shi nuk u çmenda. Ishin gjitha njësoj. Unë kur i provova, njëra me shpifun se tjetra. Të shpifura fare nuk është se ishin. Pistakjo në provove. Provova vetëm 2 dhe do të provoja më. Pistakjo më pëlqejnë, tjera pasaj. Nuk do i merja përsëri. Nëse unë jam shumë piki eater, do më thënë, jam shumë e vështirë të pëlqej diçka në ushqime. Se di për ty, po unë si ku jam një fjetesh. Mos thënë që kam hëngër drekën vonë. Ti e ngopur, po unë... I vazhdo për të zëmë. Unë vdes për sushi. Po më kanë pëlqyer aq shumë të spring rollsat sa... E kuptume. Duke qenë se është shumë e bezdishme tani të hash para një kamerës, i provuam. Ju që jeni Shkodër, provojni se nuk do të gënjeheni. Po, nëse... Edhe çmimet janë shumë të arsyeshme, sa arru me ta ceki me përpara. Po, janë domethënë me 7.500 lekë, 7.000 lekë. Domethënë më e shtrenjta është
15.000 lekë, po që pas ka shumë gjëra. Ka pa fund gjëra, kështu që përveç këtyre që morëm neve, edhe ka dhe gjëra tjera. Dhe sushin edhe të mëdha, domethënë, nuk është se të vinë kaq të vogla. Ngopesh. Siç shikoni, ngopesh. Unë do vazhdoj me këto. Vazhdo ti programin. Dhe vendi quhet Honos. Honos apo Hono? Hono Sushi. Hono Sushi. Hono Sushi. E gjeni në Instagram, faqen e keni këtu. Ja, nga hëna në të diel, ora 11 deri 12. 11 deri 12 të darkës. Kështu që keni sa të doni orë që të... Ju vini edhe shpejt, se këtë ta ju afërm ne që keni marrë. Po, ne jemi klientë të rregullta atje, e din sa i merr Elin telefon, ka mësuar dhe numrin tani, e din dhe vendin, të sahati përballë të dyqani jonë atje. Na shkruani në komente se doni të provojmë ndonjë gjë tjetër. Mos harroni të bëni subscribe. Në videon e radhës ju jap fjalën që do përzgjidhem 10 fituesit që ju kam thënë do bëj 10 dhurata që arritëm 100 subscribers. Kështu që në videon e radhës ja u jap fjalën që do përzgjedhim fituesit. Dhe subscribe mos harroni, normal. Bashkë do shihemi në videon e radhës. Pashim Angels. Mirupafshim.